ders apo në këtë ligjërat do të mundohemi të themi disa fjalë për atë se si duhet të jetë muslimani pas Ramazanit. Si duhet ta kuptojë muslimani periudhën pas Ramazanit. Ne një muaj Ramazan patëm adhurim, ibadet, po ajo kaloi, ishte edhe nata e Kadrit, një vlerë e veçantë. Tash Ramazani në veti, nata e Kadrit në veti, më thonë mirësi e Allahu xhallashanu, mirësi mbi mirësi, e vlefshme sa një muaj. Dhe çdo natë e Ramazanit është po ashtu e ka vlerën e vetet madhe, edhe është e dalluar prej netëve tjera. Ndërkaq nata e Kadrit e ka vlerën shumë më të madhe se çdo natë tjetër, siç e ka përmend edhe vet Allahu xhallashanu në Kur'an, khairun min alfi shahr. Ma e vlefshme se sa 1000 muaj. Mirë po ja, ato shkuan, kaluan. Inshallah Allahu xhallashanu dhe kujja bëhet të mundshme që vitin e ardhshëm ta mbrije mund tjetër të Ramazanit e dikuj edhe ma tepër, ndoshta dikush nuk do ta mbrije kështu me radhë, po qëllimi është që ne xhamat ndershëm të marrëm mësim nga përcjellja e muajit të Ramazanit. E para që duhet ne ta kuptojmë është se ashtu siç kaloi muaji i Ramazanit, kalon edhe jeta e njeriu. Ishte Ramazani, një muaj ditë në fillim, çdo njëri thoshte valla shumë gjatë, si do ta mbam, shumë nxehët. Por kaloi, edhe tash thua, a ishte Ramazan a nuk ishte Ramazan? Atë shpejt. Prej kësaj duhet të marrim mësim se edhe jeta jon këtë botë është e shkurtër, edhe e kalueshme edhe atë me një tempo, do me thonë me një shpejtësi të madhe që ne nuk mund ta mbrim. Edhe sot me i thonë dikuj, sa vjetë kebe, thot 70 e tepër. 70 vjetë, thot ti ben zotin duket kurse sot kam lihi. Ku më kalu në ato vite, ku më kalu në ato ditë, kur isha i ri, kur isha në ushtri, kur u martova, kur u bona sinet, kur bona fmi, kur erdhe në Zvicër, kur punova, kur u pensionova. Kjo është realiteti. Pra, për cilja muaj të Ramazanit, duhet në shërbeje neve si shembull, edhe duhet në shërbeje si mësim, krahas mësimeve tjera, se të na rikujtoje edhe një herë, se jeta e njeriut është e kufizuar, edhe kalon shpejt, edhe ne çka duhet bëjmë, duhet ta shfrytëzojmë. Pse? Se ne gjatë Ramazanit xhamat ndershëm vazhdimisht u kemi ligjëru, kemi thënë, xhamat Ramazani është një muaj i dallum, është një muaj me vlerat larta, ta shfrytëzojmë çdo moment të atij. Ta shfrytëzojmë. E kjo ta shfrytëzojmë edhe pas Ramazanit vlen. Po, jo më Ramazani, se Ramazani shkoj, ta shfrytëzojmë jetën që na e ka dhënë Allahu xhalleshanuhu. Jetën që na ka dhënë, imrin që na ka dhënë, ditët që na kanë ngel, ti shfrytëzojmë, se edhe këto ditë nuk na kthehen neve më. Çdo ditë e re që vjen, kanë thënë disa dietar të hershëm, çdo ditë e re që vjen, thot ti o njeri, unë jam misafiri it, vitet ti rri një kohë dhe shkoj. A më shfrytëzova, sa më shfrytëzova është puna jote, po ta dish unë më nuk kthehem. Kjo ditë e xhuma nuk kthehet, kthehet një xhuma tjetër, ama jo kjo. Kjo jo më asnjëherë. Si e shfrytëzove ti? Si e përdore ti këtë ditë? Në çfarë aspekti ti e përdore këtë ditë? Ku e investove ti këtë ditë? Ajo mvaret prej meje edhe prej teje. Për atë kalimi Ramazanit dhe këmbgulja jonë që bënim në përligjërata, që ta shfrytëzojmë krejt spari ne i themi vetës tonë, pastaj edhe xhamatit, se ne vetën tonë nuk e nxjerrim jashtë xhamat. Edhe ne kemi nevojë ta këshillojmë vetën tonë me fjalët tona. Pra duke folur ne se duhet të shfrytëzohet çdo moment i Ramazanit. Në fakt është një vërejtje se duhet të shfrytëzohet, po ashtu xhamat ndershëm, edhe çdo moment i jetës që na e ka fal Allahu xhalleshanuhu wa xhalla xhelalu, se ashtu siç kaloi Ramazani, na kalon edhe jeta. Ashtu siç nuk kthehet më ai Ramazan, po do të kthehen Ramazane tjera. Ashtu
nuk kthehet edhe kjo ditë e sotme, edhe ky vit i sotëm, për atë thua sa vjet ke, këtë vit 62, vitin tjetër 63, 62 më nuk kthehet. Nuk kthehet më rinia, nuk kthehet më ditët e kaluara, për atë ta shfrytëzojmë pra jetën duke marrë mësim prej Ramazani, ta shfrytëzojmë jetën tonë që insha Allah kur dalim para Allahu xhaleshanu të kemi çfarë përgjigje të japëm Allahut. Kur na pyese jetën ku e ke kalu, si e ke kalu, rinin ku e ke kalu, ku e ke harxhu, çka ke bën atë, inshallah ne kemi për atyre të cilët do të kemi përgjigje të mirë e Allahu xhaleshanu nuk na dënon për negligjencën tonë që e kemi lanë pa shfrytzuar, do të thot jetën që na ka fal Allahu xhaleshanu o xhelle xhelalu. Kjo është një apo njëri mësim që duhet ne të marrim jetën tonë. E dyta xhamat ndershëm, Allahu xhaleshanuhu pse na i ka dhënë neve këto të mira? Ramazani është një e mirë. Ramazani nuk ka të na mundoje neve të na lodhe. Ramazani është të na pasunoje neve po me sevape. Allahu xhaleshanuhu na jep mundësin të na pasuroje, pasurit të na jape, po me sevape, me punë të mira, që ne të ngrem pozitën tonë në xhenet insha Allah, ata të cilët do të meritojnë xhenetin, e çdo një që vdes me shahadet në frymën e fundit insha Allah, me besim në Allah, insha Allah është prej xhenetlive. Edhe në qoftë se ka patur mëkate, kusure, gabime, insha Allah ose na i fal, po edhe me na dënu kemi shpresë prap të na nxjerrë insha Allah në xhennet. E tash, pse ne i ka dhënë Allahu xhaleshanuhu këto të mira? Ne e ka dhënë Ramazanin, një muaj ditë, po ne e ka dhënë edhe natën e Kadrit, më e vlefshme se sa 1000 net. Ju e dini këtu, pasi folim në për Zvicër, se ligjëratat si zakonisht jepen në për internet, edhe ta din ata që e dëgjojnë se për ku flasim, këtu në Zvicër, kur vjen fundi vitit, çka keni? E ke rrogën, po e ke edhe rrogën e 13. Shiko, e ke rrogën, e ke edhe rrogën e 13. E nata e Kadrit, xhamat ndershëm, normalisht nuk krahasohet me rrogën e kësaj dynjaje, larg asaj. Po të themi në Ramazan, pasi këtë Ramazan i vlefshëm, një muaj ditë, edhe nata e Kadrit më e vlefshme se sa 1 muaj është njëjtë si kur punëtorit të në Zvicër kur i vjen e merr rrogën edhe plus rrogën e 13 me. Shiqoni pra, do me thonë ti e merr rrogën e dhjetorin në fund, edhe plus rrogën e 13, rroga e 13 ti të jepet. Ashtu është edhe Ramazani Allahu xhaleshanu. Ne ka dhënë neve të na pasuroje Allahu me sevape, me punë të mira, të shtojmë ne, të ecim përpara, bëjmë punë të mira. Po ne ka dhënë edhe natën e Kadrit, edhe 10 netët e fundit të Ramazanit. Do me thonë shiko, 10 netët e fundit të Ramazanit, krejt kanë vlerë të veçantë të Allahu xhaleshanu wa xhelle xhelalu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në veçanti e ka shtu ibadetin në këto 10 netët e fundit të Ramazanit. Do të thotë jo rrogën e 13, po 10 rroga 13 të jep Allahu xhaleshanu wa xhelle xhelalu. Ma atë logjikën tonë kështu të flasim, që e njohim ne, po nuk krahasohet kjo, po vetëm për ta kuptuar, për të ta afruar te mendja kështu të themi. E Allahu xhaleshanu pse ne i ka dhënë këto të mira? Ne i ka dhënë xhamat që ne gjatë Ramazanit të fitojmë shprehi, të vazhdojmë në rrugën e Allahu xhaleshanuhu, të falemi sa më tepër, të bëjmë vepra sa më të mira, të jemi në rrugën e Allahu xhaleshanuhu, të largohemi nga mëkatet. Pse falen muslimani taravi? Ne kemi përmendur edhe gjatë Ramazanit. Allahu xhaleshanuhu shumë urtësi ka kur na thot neve ta bëjmë një punë. Thot ta bësh një punë, si në aspektin e adhurimit se merr sevape, po ashtu edhe në aspektin e shëndetit, se kur ha iftar, merr atë flesh me njëherë organizmi ka problem, se sa ke hëngër. Po shiko, vjen taravia, edhe ti falën taravi 20 rekat, ajo të ndihmon ti për çka? Të ndihmon ti edhe për trupin tënd ta mbash shëndetshëm. Shiko bra, ke një aspekt shëndetësor, që më lodhet lukthi
po 20 rekat edhe 13 tjera të jacis kur do t'i falish, në një mënyrë ti e futën në funksion trupin tënd. Edhe për atë falim taravine në Ramazan. Pra spari për adhurim e para, e dita prej urtësive është edhe aspekti shëndetësor. Po krahas asaj, urtësia e tretë që mund të përmendet është, çka xhamat? Për një muaj ditë ne falim taravih. Shikoj, për një muaj ditë. 10 ditët e fundit edhe më tepër falim, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Hazreti Aisha, 10 netët e fundit Ramazanit i ka gjallëru me ibadet, edhe itikaf ka bon në xhami kandet. Në xhamin e vetë mbyllët, është largu prej familjes në atë kuptim, nuk ka pas kontakt me gratë e vete, edhe kanë dhejt në xhami në adhurim, do me thënë 10 netët e fundit e ka shtu adhurimin edhe ibadetin e vetë. Pse? Që të formoje shprehi, ne të formojmë shprehi gjatë Ramazanit, që të vazhdojmë këtë rrugë edhe pas Ramazanit. Shikoni pra, 30 ditë ti në qofë se falen nga 20 rekat, edhe 13 rekat namaz të jacis, ti të formohet shprehi namazi edhe pas Ramazanit. Do të thotë me të njëjtin tempo, me të njëjtin vrull, me të njëjtën përgatitje, ti edhe pas Ramazanit duhet ta vazhdojsh faljen e namazit. Pse? Sepse ti për një muaj ditë ti shprehi ke fitu. Shprehi Allahu xhaleshanu disa herë kemi përmend. Nuk ka nevojë xhamat të ndershëm për taravin ton. S'ka pas nevojë Allahu edhe s'ka. Allahu xhaleshanu nuk ka nevojë për asnjë punë tonën. Mirë, po kur na obligon diçka, pse na obligon? Na obligon pra për shumë aspekte. Për shumë aspekte. Po ne çka mund të nxjerrim është edhe ajo që ne të formojmë shprehi, se ka njëri jashtë Ramazanit nuk falet. Nuk falet e jashtë Ramazanit. Mirë, po kur vjen Ramazani ai falet. Kjo është interesante. A jashtë Ramazanit atë nuk e shen xhami. A vjen ditën e xhumë, a nuk vjen ditën e xhumë. Mirë, po në kohën e Ramazanit, aty e ke 30 ditë e ke tregull ti atë në xhami. Në kohën e Ramazanit. E tash, si duhet shfrytëzohet Ramazani xhaman dëshëm? E Ramazani në këtë drejtim duhet shfrytëzohet që ki person të formoje shprehi, të falet edhe pas muajit të Ramazanit. Të falet. Sepse Ramazani është një mënyrë kur ti atë që nuk ke hi në xhami, nuk je fal, disa njerëzve u vjen rënd. Mirë, po Ramazan vin taravih dhe ata që nuk vjen shumë në xhami. E tash, me ardhjen tënde ti në xhami, e theve atë frikën kështu të themi, ose atë gjëjën e pakëndshme si dhe hiju në xhami. Ja tash hire në xhami. Edhe gjatë gjithë Ramazanit ke qenë me taravia në xhami. Tash pas Ramazanit moti nuk duhet ndalesh. Ke marrë ti një hof, ke marrë një shpejtësi, mos e ndal shpejtësinë tash. Vazhdo edhe mbas Ramazanit, se ajo mbas Ramazanit do të jetë një dëshmi edhe argument se me të vërtet ti muajin e Ramazanit e ke shfrytzuar si duhet. E ke shfrytzuar si duhet. Ka bën ndikim te ti namazi, ka bën ndikim te ti agjërimi, ka bën ndikim te ti leximi i Kuranit, ka bën ndikim te ti punët e mira të cilat i ke bërë gjatë muajit Ramazan. Krejt këto kanë ndikuar te ti që ti edhe mbas muajit Ramazanit inshallah ta vazhdojsh me të njëjtën tempo ashtu si ke qenë në Ramazan. Për atë pra, xhamat të ndershëm, Ramazani nuk duhet kuptohet si një sezon. Si një sezon, ishtë Ramazan valla u kthim në xhami. Ishtë Ramazan u falëm. Ishtë Ramazan bëm punë të mira. Ishtë Ramazan dham zeqat, dham sadaka. Ishtë Ramazan bëm punë të cilat i kërkon Allahu xhaleshanu. Ishtë Ramazan nuk bëm harame. Ishtë Ramazan nuk lam farze. Ishtë Ramazan nuk bëm mekruhe. E shkoj Ramazani tashmë këto gjëra nuk vlen. Jo, kjo është e gabim. Kjo tregon sa atëherë ne kemi ndonjë defekt. Në qoftë se kështu e kuptojmë gjë, këtë punë, atëherë kemi ndonjë defekt. Por Ramazanin duhet ta kuptojmë si një mundësi që ne të marrim edhe ta mbushim veten tonë, ta pasurojmë, ta furnizojmë veten tonë me energji që edhe pas Ramazanit vazhdojmë me të njëjtin tempo mbas. Moj ndalim punët e mira. Pse? Se Allahu xhamat të ndershëm është Zoti jon, krijuesi jon, si në Ramazan edhe jashtë Ramazanit, jo vetëm Ramazan. Allahu xhaleshanu nuk është obligim, nuk na ka obliguar neve vetëm për Ramazan të bëjmë adhurime dhe ibadet Allahu xhaleshanu.
Ne e agjërojmë Ramazanin pse? E agjërojmë Ramazanin pse ne e besojmë Allahun. Kuptoni? Ne agjërojmë Ramazanin pse e besojmë Allahun. A nuk e adhurojmë Allahun edhe nuk e besojmë Allahun pse agjërojmë Ramazanin? Dallimi, a mund të bëni dallimin? Dallimi është se ne kur agjërojmë Ramazanin agjërojmë se ne kemi thonë, o Zot, ne të besojmë ti. E tash, ti besojsh Allahu Gjellëshanuhu. Do të thotë ti qojsh në vend urdhrat që ka thonë Allahu. Se thush vetëm me gojë këshu, unë e i besoj Allahut. Po qka bën ti për Allahun? Ti thush për shembull, a do ti për shembull babën edhe nanën be? Si nuk i du more unë? Po, apo vin pak tu bëjsh izmet tine? A, jo be pash Zoti, po ka edhe gjem tjerë nana atjene. Ato qka bëjnë ato tjerët? Me një herë ti largosh. Po si e duhet ti thua, e duhet be? Po e duhet unë. Ama dashuria nuk mjafton vetëm me gojë të thuash. Dashuria kërkon vepra, dashuria kërkon punë, dashuria kërkon gjëja konkrete. Por atë edhe këto farze që na i ka bo Allahu Gjellëshanu, na i ka bo që ne me vepra të vërtetojmë adhurimin tonë, me vepra të vërtetojmë qka, të vërtetojmë besimin tonë me vepra. E tash, ne kur e falim namazin, ne kur e agjerojmë Ramazanin, ne kur e japim zeqatin, pse i bëjmë këto punë? I bëjmë këto punë, pse? Sepse Allahu Gjellëshanuhu neve ne i ka kërkuar. Pra pse e besojmë Allahun. E ky Allahu cilit ne i besojmë, ki nuk është Zoti jonë vetëm Ramazan, se vetëm Ramazan të falemi ne. Jo, ki edhe jashtë Ramazanit është Zoti jonë, edhe jashtë Ramazanit ne këti i besojmë. A në qovë se ne e kufizojmë besimin tonë, adhurimin tonë, vetëm Ramazan, atëherë ne qenë kemi ropë të Ramazanit, jo ropë të Allahu Gjellëshanuhu. Atëherë ti je nështru Ramazanit, nuk je nështru Allahu Gjellëshanuhu. Pse? Se Ramazani shku edhe ti mo e ke bo rahat. Ramazan thua, vala, kish shumë njërës tonë, une hoqë kom pi, po kur vinë të Ramazani, e lishat pimen mo. Mirë, po mbas Ramazani mo shkon të Ramazani, edhe prap janë nishim. E tash kjo të regon që ti i ke bo ibadet Ramazanit, nuk i ke bo ibadet Allahu Gjellëshanu. Se aj që i bon ibadet Allahut, a Ramazan, a Bajram, a ditlindje pengamberit, a vdekje pengamberit, a miraqa, qka është? A ti nuk intereson. Aj është i nështruar plotësisht ndaj Allahu Gjellëshanu hua Gjellëshanu. Por atë edhe disa djetarë që ma të ndershëm shumë bukur e kanë përkufizu një thënje dhe thonë, të bëhemi rob të Allahut, mos bëhemi rob të Ramazanit. Të bëhemi rob të Allahut, do me thonë, Allahun vazhdimisht në gjdo herë të jemi të nështruar ndaj Allahut. A jo të adhurojmë Allahun vetëm në muajin e Ramazanit. Edhe kjo është e meta, do me thonë, një defekt i një pjesët muslimanve. Qka bëjnë? Adhurimin e vetë, ibadetin e vetë, punët e mira krejti në Ramazan edhe me kaq e mbilin. Ajo është shumë mirë. Ti duhet bësh Ramazan punë mira, sa Allahu Gjellëshanu shpërblen Ramazan. Mirë po, nuk duhet ti bësh ma atë logik, vetëm Ramazan edhe ma në bas u kri puna. Erdi Bajrami, e falën edhe Bajramin edhe i thue, lam të mirë ma punës së fes. Ma tash i kthehem asaj, ati aspektit tjetër jetësor. Jo, sa atëherë ti, Zot në ru i thue, unë, vjen Ramazani, bëj ibadet në Ramazan. Shkon Ramazani, s'kam punën e ma ibadetin. E besimtari duhet tjetë besimtar, duhet tjetë i nështruar ndaj Allahut, rob i Allahut, a jo rob i Ramazanit, jo rob i Bajramit, jo rob i Gjumas. Po duhet t'i bëje këto, Gjuman, e Bajramin, e Ramazanin, pse e beson sinqerisht Allahun Gjellëshanuhu wa Gjelle Gjelaluhu. Për atë pra gjemat, let jetë muaj Ramazanit. Edhe ibadetin që e kemi bon muajnë e Ramazanit, inshallah Allahu kabul në e bon, po let jetë kjo një shtitje, si një, do të themi si një tankështele, do me thonë si një pomë benzine, ku ne mbushemi me karburant imani, me karburant besimi, me karburant ihsani, mirësie, me karburant punëve të mira, ta mbushim rezervarin ton edhe të vazhdojmë gjatë gjithë kohës mandej
duke harxhu atë karburant që e kemi marrë në rrugën e Allahu xhalleshanu wa xhalla xhelalu. Kështu duhet ta kuptojmë ne adhurimin tonë. Pse kemi pare xhamat ta mbushim ne në atë tankështellën, në atë pompën e benzinës? Kemi pare. Pse? Allahu xhalleshanu shumë rroga na jep në Ramazan neve. Shumë rroga. Çdo gjë ne e paguam tepër. Çdo gjë në Ramazan paguhet shumë fish. Nuk merr një rrogë thjesht. Merr rrogë me cuzaca që i thon këtu Zvicër. Me shtesa, cuzaca, plot cuzaca ke. Krejt t'japin ka pak, kur të dalësh plot. Edhe plus, natën e Kadrit rrogën e 13 e men. Po jo vetëm natën e Kadrit rrogën e 13. 10 netët e fundat Ramazanit për herë nga një rrogë ke plus tepër, jashtë asaj tepër që ke pas muajin e Ramazanit. Ke pare plot, ke se vape plot, do me thonë kjo e barabart me ke se vape plot, mbushun tankështellën e Ramazanit sa të mundesh me karburante që ta vazhdojsh rrugën, se në qoftë se ti e ke mbush veturën me karburante Ramazan, edhe mandaj e parkon veturën edhe e le, motori prishet, ani se ka benzinë. Prishet, vjen dimri, të ngrin, prishet, po hec, limuzina e cila, vetura e cila rinë në vend, nuk preferohet shumë të merret. Pse? Amortizua jo, po cila vetura e mirë, ani se ka bo kilometrash. Ajo e cila hec, ajo që ka bo kilometrash, të regon se ka qenë e mirë. Pra të dhunë, me Mercedes bën 500.000, bën 1 milion, motorin e mirë, e qashtu të bën besimtari pra. I tillë, të vazhdojë të bëje kilometrash në rrugën e imanit, në rrugën e islamit, në rrugën e besimit, në rrugën e devotshmërisë ndaj Allahu xhalleshanuhu wa xhalla xhelaluhu. Atëherë ti tregon se atëherë Ramazanin ti e ke kuptu si duhet. Për atë Allahu xhalleshanuhu thotë kështu në Kur'anin famlar: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata të cilët kanë thënë Zoti in është Allahu, do me thonë një herë, çka kanë bë? Kanë besu. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, pastaj janë përqëndru me ngulm natru. Jo vetëm që e kanë thonë një fjalë goje, pa edhe unë jam be musliman, dikush e thotë, edhe kështu, edhe unë jam musliman. Jo, kanë thonë Zoti in është Allahu, thumma istaqamu, pastaj janë përqëndru me ngulm në rrugën e islamit. Për ata nuk ka pas verë edhe dimën, për të agjeru ose mos agjeru, dita e shkurtë edhe e gjatë, ngrohtë edhe ftohtë. Për ata nuk ka xhuma edhe çtum për namaz. Ata janë përqendruar në rrugën e Allahu xhalleshanu. Aja është në mal, a është në fush, a është në punë, a është në shtëpi, kudo që tjetë aje fal namazin. Po nuk pat mundësi për shkak të rrethonave shumë të ngushta. Në pozitën që ka, do ta falë më vonë. Do t'i gjeje një zgjidhje, do me thonë nuk e leaj namazin hiq. Pse? Se ajo është i përqëndrum në rrugën e Allahu xhalleshanu. Edhe me i kalu namazin mendja atiri, si e lash namazin. Kjo të regon për imanin ati. Thumë me stekamu, pastaj përqëndrohen në rrugën e Allahu. Do me thonë, kjo është poenta. Përqëndrohen, thumë me stekamu, jo vetëm një herë ta bën një punë, po vazhdimisht me ngulm, të përqëndrum janë në rrugën e Allahu, përkushtum janë. Të të nëzzelu alejhimul melaike, atire u zbresin me lekt në ditën e gjikimit, po edhe në këtë botë Allahu xhalleshanu qonë dim: e la të khafu wa la të hzenu, mos keni frik ju, mos keni frik qka keni lanë këtë dynja, kur do të vdisni, mos ke frik për familjen tënde, mos ke frik për malin tënde, mos ke frik për kur gjo që ke lanë, wa la të hzenu, dhe mos u dëshpro, mos tua ja si merë vdekja, bona shumë gabime këmbo, kush e di si të ta kem punën në dynjan tjetër. Mos u dëshpro ti për në dynjan tjetër, mos u frik për në këtë botë, mos u frik për në botën tjetër, mos u dëshpro për në këtë botë, mos u dëshpro për në botën tjetër. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dhe juve jepni si hariq për xhennetin i cili u është premtuar. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, ne ju mbrojmë juve në këtë dinja edhe në dinjan tjetër. Dhe ju keni çka u do zemra, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ju në dinjan tjetër, po edhe në këtë dinja do të keni çka u do zemra, dhe çka do të kërkoni Allahu xhalleshanu do vjen. Kur me di kushte, qalu rabbuna Allah
thumma istaqamu. Kanë thonë Zoti i është Allahu, jo vetëm kaq, kushti ditë, pastaj janë përqendruar në rrugën e Allahu xhallashanuhu wa xhalla xhalal. Për atë një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasul Allah, thot, tregom, thot, për islamin diçka, thot, që unë nuk do të kem nevojë, thot, ma askën tjetër ta pijes. Do me thonë, tregom ti mu për islam që unë ma s'kam nevojë të shkoj as hoç, as kot pijes, as një dishom hiç. Tregom ti mu diçka, çka është ajo kryesore në fen islame. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha atij qartë dhe shkurt, tha, thuaj amantu billahi, kul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj i besoj Allahut, pastaj përqendro rrugën e Allahut. S'ke nevojë të pjesësh askën hiç. S'ke nevojë për askën tjetër këtë botë. Allahun e ke me vete. Melekët i ke me vete, se Allahu xhaleshanu atij që thot Zoti im është Allahu, dhe përqendrohet në rrugën e Allahu xhaleshanu, Allahu xhaleshanu atij ja jep ndihmën. Pra shikoni xhamat, kërkohet përqendrimi, kërkohet nënshtrimi i plot, kërkohet vazhdimësia në rrugën e islamit. Jo kufizimi i fesë islame vetëm Ramazan, jo kufizimi i fesë islame vetëm Bajram, jo kufizimi i fesë islame vetëm netët e mëdhoja kur janë, vetëm netët e mëdhoja, ose kur vdes dikush për shembull, çka bëjnë? Pritni hase, çka bëjmë 40-ta, çka bëjmë 50-ta, çka bëjmë 60-ta. Edhe mandaj çka? Mandaj ma u pafshim për të mirë, ma e haron me të vdekët e me të gjallë, me krejt. Jo ashtu, jo ashtu. Islami kërkon përqendrim, Islami kërkon lutje, dhe shiko, kur falim namaz, ne vazhdimisht lutemi edhe për të vdekurit tanë. Allahu xhaleshanu e ka bërë që kur të falim namaz, veten tonë ta këshillojmë, po edhe prindët tanë mos i harrojmë. Kur e lexojmë Allahumma Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Rabbena ighfirli wa liwalidayya, o Zot ma falmi edhe prindërit e mi. Walil mu'minina, edhe besimtarët, krejt musliman. Jo vetëm 40-at puna madhe ti çka do të bësh, ose 50-at, ose në krijet mot-motit njëherë, edhe mo u pjekshim për të mirë i haron krejt. Jo. Ai në qoftë se falish namaz, ti i përmend ata në çdo namaz që fal kur lexon Rabbena ighfirli. Çdo namaz ti lutesh për prindët tu, lutesh për vëllezërit dhe motrat tua, dhe lutesh për besimtarët në përgjithësi, në Allahu xhaleshanu tua fal xhenetin në ditën e gjykimit. Për atë xhamat pra kërkohet kontinuitet, kërkohet veprim i vazhdueshëm, kërkohet mos ndërpritemi pas Ramazanit. Kjo ishte po enta edhe qëllimi i dersit sotëm. Me di fjalë, me dash, çka kemi tregu sot në këtë ders? Në këtë ders xhamat kemi tregu se Ramazani është një fillim, nuk është në mbarim. Ramazanin shumë e kuptojnë mbarim. Shkoj Ramazanin mbarum edhe. Jo. Ramazani është një fillim për ata që s'kan fillu më përpara, të nisin në rrugën e islamit, mos e lëshojnë islamin. Fillim është Ramazani, është një mundësi të forcohen. Ajo të mbaroj Ramazani, të mbaroj edhe çdo gjë të ato në lidhje me fen, edhe të kapim prapa të rrugën tjetër. Atëherë nuk e kemi shfrytzuar Ramazanin, nuk e kemi marrë, nuk e kemi kuptuar si duhet Ramazanin, edhe nuk ja kemi pa hajrin si duhet Ramazanit. Por Ramazani, Allahu xhaleshanu e ka dhënë të na begatoje neve, të na pasuroje neve, të na shtoje neve sevapet, besimin ton, të na forcoje besimin ton, të na shtoje punët e mira që ne të vazhdojmë mbas Ramazanit inshallah me të njëjtën tempo, edhe dalim para Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu faqebart. Në qoftë se shpirti dhe zemra jote pas Ramazanit është më e qetë, ta dishi Ramazani ka zonë vend të ti. Në qoftë se je më i përkushtuar në rrugën e Allahut, ta dishi Ramazani ka zonë vend të ti. Në qoftë se ti e shton adhurimin, ta dishi Ramazani ka zonë vend të ti. A Zot na ruaj. Në qoftë se krejt këto ile anash, ta dish atëherë që Ramazanin ti nuk e ke kuptuar sa duhet. E di çka ke bën? Ke hub një penal. Tash kur luajmë këto futboll, çka bëjnë? Gjyqtarit, tak penal. Edhe jepet tash gollin ti, kupën ta marrësh. Ramazani jo mbi kupën, kupa. Çka është kupa? Kupa, bokalli gjermanisht që i thonë, bokallin e përqendrimit në fe ti ta marrësh. Jen penalti, e me hum penalin edhe gollin hapët e ke. Ka do shejtonat vogli që dalin në rrugë, atë madhin thamë për Ramazan e mbillin, atë gollmanin e madh.
Ka do tjerë të vogli s'din ato të mbrojnë, hiq. Edhe të vogli janë, me njerë va jep nalt ati në gollin. A më varet prej teje, ti si që futi shtopi kejt ti qene, as kundi gollin hapët, ko do shtë atërë? Rasti është bokalin Ramazan të marëm xhamat. Tash më varet prej nesh, a do të japim gollin, a nuk e japim gollin? E dham gollin, shkoj bokalin, u bom shefa, nuk e dham gollin, u kri puna hiq. E tash neve në ngelet kjo. Për ati lutemi Allahu Gjelleshanu që të bëjë Ramazanin një mundësi, që ne të vazhdojmë pas Ramazanit ma tempo dhe ma atritëm. Inshallah Allahu Gjelleshanu lutjet tona, duat tona i pranon, nga të këqijat në alargon, dhe ditën e gjikimit inshallah me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam na takon. Walillahil Fatiha.